Ndodhemi në punishten e Elam Zeqirit, një nga tornitorët e pak që kanë mbetur në qytetin e Vlorës. Punishte e Elam Zeqirit është një torno e vogël e cila vazhdon ta mbajë gjallë në këmbë, por edhe të apasionuar pas punës së tij. Elami thot se ka 63 vite që merret me punimet e hekurit, kryesisht të pjesëve të makinës dikur, kurse sot puna ka rënë, thot ai. Ai shprehet se të rinjt nuk janë aq të dashur lidhur me këto profesione. Zoti Elam, jeni një ndër tornitorët e pakt në qytetin e Vlorës. Sa vite keni që punoni? Unë kam filluar punë 162 në tornë. E deri tash besa sa vite kam. Kam një jetë të tërë që punoj në tornë. E kam filluar në çimendë, fabrikën e çimendës 162. Vizitohen repartet e ndryshme të kësaj vepre madhështore që është e pajisur me makineritë më moderne të teknikës sovjetike. Nga këto makineri gigante do të prodhohet sasia e mjaftueshme çimentos që duhet për ndërtimet, si dhe për plotësimin e nevojave të popullit. Fabrika e çimentos Vladimir Iliç Lenin është vepër e rëndësishme industrisë sonë të re e ndërtuar me ndihmën e Bashkimit Sovjetik. Fabrika e çimentos për shembull kish 6 tonë. Bënte pjesë këmbimi për fabrikën. Edhe ku veç kapital një linjë e fabrikës i prodhonim në të gjitha. Domethënë baza e mekanikës është torno. Pastaj janë dekët e tjera, agjusteria, freza, ku ta dim, po baza është torno. Rastet e parë me prodhimin e ri përcillen tërgëzim nga punonjësit e Vlorës që erdhën për të marrë pjesë në këtë inaugurim. Po akoma e kam pasion. Ne kemi qenë njëshin atë kohë në torno. Kemi punuar shumë, jam dekoruar në kuvendin popullor, punova 10 vjet atje. I ka vajta në flot, bënim kapitalet mesme anjet e Sazanit. Që ande ikun Sazanat, pasaj vajta në Bërini atë 7 pallatet. Që andej dolëm në asistencë, mora tornën që punoja, edhe hapa vetë. Po bëj një spinot. Ta shifëm cikën e prerjes edhe presim. Spinoti shërben për shumë gjëra. Futet në shumë profile pune. Në zetore, kështu vjetët të bujësore, apo Jo, në industria. në industri? Spinoti futet në çdo në proces pune. Po hekurin e flini, apo E blejmë se po s'ka hekur fare në shitje. Që kemi patur na të enverit. Kemi kaq 30 ca vjet me materialet e enverit.
Për Në çfarë makina- ore hap tornën sot punisht e Unë tuaj? jam gjithmonë orën 8:20. Sa i qëndron? Unë qëndroj dhe në orën 1. Pastaj jam mbyll. Kush vin ndonjëri që troket që ka ndonjë punë dal jam bëj. Keni porosira, vine lënje hapur? Porosiva raste të ralla kap me porosi. Kush vin ndonjë defekt në gjë e bëj. Që i ka riparime ose ndonjë të re. Kush ka ndonjë punishtet vogël. Zoti Lam, sa tornitor mund të jenë sot në qytetin e Vlorës ose nga brezi juaj që vazhdojnë ta kenë akoma si punisht? Nga brezi im nuk punon asnjëri. Të rinjt, zoti Lam, e duan të profesion apo? Po sot brezeri nuk punon fare. Jo se nuk ka vullnet të punoj. Po tonua nuk e mban dot familjen. Pse? Nuk e mban se nuk ka industri. Tonua do industri që të punoj, të prodhoj. Kurse tash ka makina, hiqe pjesën e makinës edhe ik në dyqan e merre. Çfarë do prodhoj tonua sot? Më përpara bënit pjesë makine, Pjesë makine, pjesë për fabrikën, për gjitha. Sot s'ka. Sa fëmijë keni? 2 fëmijë. E ka dashur njëri ose ka... Djalin punon te këtu. Ishe me dokumenta në Itali. E pa qëra puna. Se unë provoja dhe kombinat e makinës si bëja unë gjitha këto. Makinat e vjetra. Po me që ikën u zhdukën makinat e vjetra, marri makinë, gomina ka plot në dyqan. Zoti Lam, do të bëj një pyetje ndoshta është pak personale. Sa nxjerr sot ardha në ditë me torno? Sa shkon si dhe Po si? ja, unë kam për shembull sot 5 ditë sot s'ka ardhur njëri fare. Ky është profesion që të hyj në shpirt. Tornua, se më nxjerr na duart e tu, nxjerr gjë artistike në tësh. Po nuk ka punë. Këtu më ke. Këtu më ke. 34 vjetë këtu kam qenë. Ditë zakoshme mu të bëj 10.000 lekë. Po varë sa japi 500 lekë, 1.000 lekë. Ma përpara ishim 6-7 veta, bënim edhe 20.000. Sot jo, s'kam më, në gjithë Vlorë vetëm unë jam. Edhe kjo, puna këtu, ka mbaruar. Në oborin e shtëpisë në fshatin Rusan të Delvinës, metalet marrin formë nga duart e një gruaje, që e ka kthyer mjeshtrinë në mënyrë jetese. E ngrim kështu për shembull. Është Lëza Rakipi, e cila bashkë me të shoqin bëjnë kazan rakie dhe saç për pjekje.
Kjo tani marrin, bëjnë do një brushull, do një birek, edhe e marrin po zhurku. Në obor, rreshtojnë kazan të rinj që presin blerësit. Sa kaq, Thulloza tregon për Report Televizion se zanatin e ka trashëguar nga babai i saj. Po ne kemi kjo trashëgimi e kemi nga plaku. Ju fut burri, ju fut ahun për zanatin, edhe e mësuam zanatin. Tani bëjmë kazan rakie, puna vjen ndonjë njeri, shesim në një kohë rakis. Nuk e kemi domethënë gjithë vitin. Prej 35 vitesh, çifti Delvinjot ka mbajtur familjen me të ardhurat nga shitja e këtyre produkteve. Por këtë vit, puna është vështirësuar për shkak të zjarreve që shkrumbuan vreshtat e rrushit në Delvin. Ku kemi shituria? Se ca rrushi u dojq, edhe ngele. S'kishte njeri rrush. Një kazan rakie kërkon 3 ditë punë, prerje, ngjitje, saldim, kallaisje. Si që është këtu tani, e marim e hedhim në fuqi. Ja, e marim në fuqi, është një fuqi do i kuntalqe, e vendosim këtë, edhe vjen edhe ki tjetri këtu, është dhe ki do me thënë që kombinojt këtu edhe te kazani. Kjo është ftoj se rakis flasim, e kalon rakia këtu dhe ftojt në fuqi. Edhe pse puna është e lodhshme, fitimi mbetet i ulët. Ndërsa një saç përpjekje kushton 5.000 lekë, por kërkesa është gjithnjë e më e rrallë. Po e marrim fletën e llamarinos, e presim, e mbledhim, i hedhim këto gozhda këtu, pastaj e kthejmë këtu me dorë me një cimiv, edhe presim këto lulet i presim atje, edhe hedhim këtë rrethin, do rezën, mbaron. Këtë e marrin vurku poshtë, kurse ato të tjerat i marrin që janë lebër, flasim neve. Ata i duan, të rënda. Thulloza dhe i shoqi punojnë me shpresën se një ditë dikush do të ndaloj për t'i parë, ndoshta për t'i blerë produktet e tyre, e bëra me mjeshtri e pasion. Në borxhe jemi, se kemi blerë materialin me borxhe, edhe tani duan lekët ata. I kemi thënë që po shitëm na një, do ju sjedhëm, po shitëm na mot. Mungesa e tregut, por dhe e mbështetjes nga shteti, po çon drejt shuarjes zejtari në Delvin, edhe pse përfaqëson një trashëgimi të rrallë të kësaj treve. Po erdhi do një që të fitojmë 10.000 lekë, 20.000 lekë, mirë, po s'erdhi. Gurkazi Xhemali është një nga të paktët në Alban që ka mbetur në zonën e juglindjes. Kjo është zanati vitër, janë zanatet më të vitër, ka qenë, se mos është sot, ka qenë e që në kone Turqisë më përparat. Kemi mbathur kooperative, kemi mbathur qe, kemi mbathur buallica, i mbathur në të katra kemi qetë e punës. Tradita e hershme e mbathjes së kuajve, e cila po shkon drejt zhdukjes, është ruajtur me mjeshtri nga 68 vjeçari nga Pojani i Maliqit. Unë sa kam marrë nga shkolla, kam myrë këtu në kooperativë, në 79. Sa kam myrë nga ushtria. E po fillimi i vështirë është në atë kohë ishin 2-3 veta këtu, kanë vdekur këta. Me ata që kam qenë unë në atë kohë. Ishin 2 veta ishin këtu në Pojan. Në çdo 2 vjet vimi bëjmë testim në Korç, në riparim shërbimi. Kur me kategorinë shtojnë edhe rrogën. Unë kam marrë kategorinë 7 që në kohën e kooperativës. Kategoria 7 atëherë ishte më e larta.
Në një kohë kur kuajt nuk përdoren vetëm për punë, por gjithnjë e më shumë edhe për turizëm, Gurgaziu përgatit dhe vendos patkonjt, një proces i domosdoshëm që kryhet të paktën një herë në muaj. 45 ditë kam me libër shkollë. Ynë mikrobe, ynë ato duhen pastruar. Bota i jeqë, nuk i lek kështu si neve, se këtu duhen të shtyhet në qikë më shumë. Pa me regulore është 45 ditë. Nuk hecën të ata. Një pjesëve edhe ju prishen, shpet. Ka raca që ju prishen shpeta, ka raca që e rezistojnë në qikë po. Këta fingerët, këta që janë, këta raca pastër që është ashi, ju prishet më shpete, kanë më të butë se sa ata të vendit. Përveç vendosjes së patkonjve, ai kryen edhe prerjen e tyre sipas formave dhe masave të përshtatura për çdo kafshë. Vendosë llamarinja, do t'i presh llamarina, ti t'ja bësh me mas, t'ja presh thundrën, pasaj t'i bësh potkuana, ti marrësh mas. Njësoj është e njëjta radhë punë. Edhe qetë, edhe kuajtë duan me mas. Kënë të prasme ndryshojnë për të parave. Kënë të prasme më të mëdha për atyre të prasme. Do t'i marrësh mas tjetër andet, tjetër këtesë. Ajo do t'a dish thundrën sa t'a preq. Pastaj e do potkuana, e do nunazë, ka një nunazë thundra anë e mbanë. E do fiks vrimat e potkuarit ose të naldës, qarë tashu, e do fiks mu nunazë. Çfarë materialesh përdorni? Ne marrim llamarin, unë marr llamarin nga kjo, se këtu më shumë mbaset me potkojnë, se vjen në mal, vjen nga fusha, në fushë duhet me nallxha mund ka llome me ujë, ka baltra, ka shu edhe ka raste që ka hyrë gozhde, xhama e kuajve. Vetëm me potkojnë mbasi. Me mbi 40 vite eksperiencë, Gurkazi tregon se puna është mjaft e rrezikshme, pasi gjatë procesit kali mund të bëhet agresiv. Para një 3-4 muajve, si që po e mbath mi këtu kalin, një të këther kali me këndve prasme, të vrejta. Ja, unë që par një, kisha një kal tejgër këtu me zi e mbathme. Edhe pse numri i kuajve është ulur në fshatrat e Juglindjes, kërkesat për shërbimin e tij vazhdojnë, pasi Gurkaziu është i vetmi në Alban në zonë. Po karanët, po janë kishte 1000 kuaj, tash 100 kuaj janë. Në çdo shtëpi kishte nga një kali, edhe nga 2 kishin. Këtu veçëm, ja, dila dhe nga fshati, tash veçëm plecke. Mosha 70 vjetë, 65 vjetë e rashtë. Na. Këri. Materialet dhe puna për të mbathur një kal kushton 3.000 lekë, ndërsa pojani, fal mjeshtrit, është ndruar në një qendër të vogël shërbimesh, ku vijnë fermer nga mbari Juglindja. Vinë që nga Progri, ftezan Dishnica, Podgoria, këte Sheqerasi, Pesovjani vinë, pe tërë pelgut. Një orë në mbaset një kaq. Me të prerë thundrat, me të mbathur.
Në Albani 68 vjeçar u bën apel të rinjve ta mësojnë këtë zanat, i cili megjithse i vështirë, mbetet i bukur dhe sfidues. Po ju që ka qef, janë sa dim ka është një në Zvezdë, një djalë i ri. Vinte, shikonte, e kam ndihmuar me një gjë kështu. Kishte qef vetë ai, vazhdon. Pavarësisht thirrjeve të zanaçinjve si Gurkaziu, interesi i të rinjve është i papërfillshëm. Trashëgimia e zyrtarëve të vjetër ka mbetur tek disa pasionantë të pakt nëpër Shqipëri.